Një nga momentet më të rëndësishme në jetën e një gruaje, ose më saktë më kritike do thoja, është ai i menopauzës. Shumica e lidhin menopauzën thjesht me mbylljen e ciklit riprodhues, por është më shumë se kaq, sepse ndryshimet hormonale, për shembull rënja e niveleve të estrogjenit, shoqërohet dhe me probleme të tjera shëndetësore. Është ajo periudhë kritike që mund të vendosë fatin për zhvillimin e shumë sëmundjeve kronike të një gruaje më vonë. Problemet të ndryshme me rënjen e estrogjenit dhe ndryshimet hormonale lidhen për shembull me rënjen e masës muskulore, me shtimin në peshë, madje edhe nëse nuk ndryshojmë asnjë gjë nga regjimi ushqimor, ne mund të shtojmë peshë nga këto ndryshime. Me rënje të densitetit kockor që mund të sjellë dhe osteoporozën më vonë, me probleme metabolike që sjellin diabetin, që sjellin rezistencën ndaj insulinës, madje edhe sëmundje kardiovaskulare. Prandaj, kjo periudhë, madje më përpara që në perimenopauzë, është shumë e rëndësishme që ne të marrim hapat e dur për të kaluar këtë periudhë sa më mirë të themi, për të parandaluar këto sëmundje. Nuk përmenda në fakt dhe problemet që vinë dhe me ndryshime të shëndetit të trurit, me atë mjegullën e trurit të themi, ato problemet me përqendrimin, me kujtesën që fillojnë të shfaqen dhe në këtë moment. Prandaj sot dua të ndaj me ju 3 këshilla, 3 hapa shumë të rëndësishëm që duhet të ndërmerrni madje që në perimenopauzë për të qenë më të shëndetshëm. E para fare është stërvitja me rezistencë. Mund të jenë pesha, mund të jetë pesha e trupit, shumë e rëndësishme për të mbajtur masën muskulore dhe atë të kockave. E dyta, regjimi ushqimor shumë i shëndetshëm, fokusohemi tek proteina. Pra duhet të kemi 1.2 deri 1.6 gram proteina për kilogram të masës së trupit. Do anoja tek ana më e lartë, pra 1.5-1.6 në këtë periudhë kritike. Dhe e treta, suplementimi me suplementet që ne na mbështesin, si kreatina që është shumë e nevojshme në këtë periudhë, vaj peshkut omega 3, vitamina D dhe një multivitamin.